Tubimet e përkujtimit të Allahut janë tubime që janë të mbushura me melek. Përkundër tubimeve të harresës, tubimeve të argëtimit, tubimeve të haramit, tubimeve ku gënjehet, ku përgojohet, ku shpifet, ati ka vetëm dam, ndërsa tubime ku përmendet Allahu ka vetëm falje, ka vetëm mëshirë, ka vetëm gëzim, ka vetëm lumturi. Thot Allahu në Kur'an. E kush largohet me qëllim nga përkujtimi të gjithë mëshirshmit, kush largohet me qëllim nga përkujtimi i Allahut, ne ja caktojmë atij një djallë për shoqërues, dhe ai bëhet miku i tij më i ngushtë. Pra ata të cilët largohen nga përkujtimi i Allahut, ata mik dhe shok e kanë shejtanin. Dhe melekët e rrinë lart prej këtyre lloj njerëzve. Andaj nëse do melek afër teje, nëse do të kaplu mëshira Allahut, përmende Allahun dhe rrej në vende ku përmendet dhe mësohet fjala e Allahut subhanahu wa taala.